I nderuar zoti kryetari i Kuvendit, të dashur qytetar, debati për raportin vjetor të kontrollit të lartë të shtetit është një nga momentet më të rëndësishme të ushtrimit të përgjegjësisë sonë parlamentare. Kjo për shkak të funksionit kushtetues dhe ligjor të tij, si institucioni më i lartë i auditimit të jashtëm shtetëror, por dhe për ndikimin që ai ushtron në performancën financiare dhe menaxhimin e fondeve publike. Është kjo mazhorancë e kësaj qeverie që i ka dhënë këtij institucioni punonjësve të tij gjithë mbështetjen e nevojshme të kryejë detyrën me përgjegjësi, llogaridhënie dhe profesionalizëm. Raporti i prezantuar tregon një realitet kompleks, një institucion që ka avancuar në disa drejtime pozitivisht, por që ende ka rrugëtim për të përmbushur potencialin e vet të plot kushtetues. Gjatë diskutimeve të zhvilluara për raportin vjetor të KLSH-s në mbledhjen e përbashkët me Komisionin e Ekonomisë u vlerësua rritja e auditimeve në sektor me risk të lartë fiskal, prokurimet publike, investimet infrastrukturore, shërbimet publike dhe menaxhimi i pasurisë shtetërore, si dhe zgjerimi i auditimeve të performancës me qëllimin e vlerësimit të ndikimit të shpenzimeve publike në cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Pavarësisht përmirësimit gradual, ende mbetet I ulët niveli I zbatimit të rekomandimeve të KLSH-s, pasi rezulton se vetëm rreth 60% e subjekteve të audituara kanë raportuar për efektshmërinë e rekomandimeve të dhëna. Ky fakt kufizon transparencën dhe efektivitetin e procesit të auditimit publik. Zbatimi I plot I rekomandimeve është thelbësor për rritjen e integritetit të administratës dhe besimit qytetar tek përdorimi I fondeve publike. Rekomandimet e KLSH-s duhet synojnë korrigjimin e shkeljeve të konstatuara dhe shpërblimin e dëmeve të shkaktuar, por edhe forcimin e mekanizmave të brendshme të kontrollit dhe transparencës në administratën publike, çka është thelbësore për parandalimin e shkeljeve dhe rritjen e performancës së institucioneve në administrimin e buxhetit të shtetit. Me të drejtë në projekt rezolutën e paraqitur për miratim, është kërkuar në mënyrë të përsëritur për kufizimi qartë I konceptit të dëmit efektiv financiar. E theksoj dëmit efektiv financiar dhe përfundimi I integrimit të metodologjisë për vlerësimin e dëmit në përputhje me parimet e Intosait. Kjo është e domosdoshme, sidomos në kushtet e keqpërdorimit të shifrave të përdorura nga auditet e KLSH-s, siç ndodhi edhe sot këtu në këtë sallë. Nëse kërkojmë një institucion shumë eficient në ushtrimin e përgjegjësive të tij, është po aq e rëndësishme të jemi po aq të vëmendshëm edhe ndaj performancës së vetë institucionit. Mbeten shqetësues për institucionin e KLSH-s, pretendimet e ngritura lidhur me afatet kohore që zbatohen mbi dërgimin e projekt raporteve në subjektet e audituara dhe ato që lidhen me miratimin dhe dërgimin e projekt vendimeve dhe dërgimin e raportit përfundimtar te subjekti audituar në kushtet kur ka disa raportime për zgjatje të pajustifikuara të afateve ligjore të auditeve të caktuara dhe të zgjatjes së kohës së miratuar të raporteve përfundimtare. Për KLSH-n duhet konsideruar domosdoshmëri reflektimi në gjetjet dhe rekomandimet e progres raportit të Bashkimit Evropian, pasi nuk është tregues pozitiv fakti që Komisioni Evropian ka lënë të njëjta rekomandime si në raportin e një viti më parë në të cilën kërkon delegimin e më shumë përgjegjësive financiare dhe menaxheriale për të përmirësuar llogaridhënien. Ashtu siç mbetet, një tjetër shqetësim I raportuar ai që lidhet me përcaktimin e kritereve mbi vjetërsinë, lëvizjet në detyrë, shpërndarjen e ngarkesës së punës e tjera të tilla që cënojnë profesionalizmin, motivimin dhe qëndrueshmërinë në punë të stafit të institucionit. Gjithashtu në gjykimin tim mbetet prioritet çështjet e integritetit dhe etikës së punonjësve dhe veçanërisht të audituesve në ushtrimin e detyrës, si dhe për më shumë efikasitet, transparencë dhe profesionalizëm në rolin kontrollues të KLSH-s. Sot u abuzua këtu me shembullin e një punonjësi të KLSH-s, gjë që nuk është fare vërtet. Kontrolli I lartë I shtetit nuk auditon personat as funksionet, por institucionet. Dhe kjo është parimore. Kuvendi ka përgjegjësi të drejtë për drejt kushtetuese dhe ligjore për mbikëqyrjen e këtij institucioni. Ngritja e nën komisionit për auditimin e sektorit publik brenda Komisionit të Ekonomisë do të jetë një mekanizëm I domosdoshëm për të rritur llogaridhënien e KLSH-s dhe për të përgjigjur pozitivisht pyetjes themelore të çdo sistemi kontrolli. Kush kontrollon kontrollorin?
Progres raporti 2025 për Shqipërinë, i bërë publik dje, kërkon forcimin e vëmëtarisë së nën Komisionit Parlamentar për Auditin, me fokus të posaçëm në garantimin e mbikëqyrjes të zbatimit të rekomandimeve të auditit nga ekzekutivi. Komisioni për nismat qytetare, bashkëpunimin dhe mbikëqyrjen institucionale, gjithashtu do ta konsideroj prioritet monitorimin e zbatimit të rekomandimeve që kjo seancë do të miratoj për kontrolin e lartë të shtetit, me qëllim për të rritur efektshmërinë në llogaridhënie, por dhe në mirëqeverisjen e fondeve publike. Të nderuar kolegë deputet, në vijim të debatit të zhvilluar në këtë sallë në 2 seancat e mëparshme për reformën drejtësi, duhet të ndalem në një reflektim të këtyre ditëve. Disa kolegë këtu gjatë debateve, nisur nga motive dhe interesa të ndryshme sigurisht, kanë pretenduar se reforma e vitit 2016 ka dështuar ose se disa zgjidhje institucionale, si për shembull ndarja në 2 këshilla, Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë, ishin të gabuar. Madje u përmend këtu në seancën e kaluar edhe reforma e miratuar së fundmi në Itali, si shembull që ne duhet ta ndjekim sa më shpejt. Por faktet flasin krejt ndryshe. Italia, pas një debati prej 3 dekadash, vetëm para një jave, ka miratuar një reformë kushtetuese që përkon pothuajse plotësisht me modelin shqiptar të vitit 2016. Edhe Italia po ndan sot sistemin e qeverisjes së drejtësisë në 2 këshilla të veçanta, një për gjyqësorin dhe një për prokurorin, me përbërje të përzier nga magjistrat dhe jo magjistrat, ashtu siç e kemi dhe ne. Pra pothuajse me të njëjtin koncept institucional që ne miratuam 8 vite më parë në këtë sallë. Ky zhvillim konfirmon se arkitektura shqiptare e drejtësisë e arkitektura institucionale e sistemit drejtësisë ka qenë mbështetur në një vullnet dhe vizion të qartë dhe në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare, të mbështetura qartë nga partnerët tanë strategjik euro-atlantik. Komisioni i Venecias gjithashtu i mbështeti plotësisht këto zgjidhje në të dyja opinionet e tij zyrtare. Debati i bërë në Italinë fqinje, argumentat e sjella atje dhe në fund vetë miratimi i atij projekti provoi edhe përmes shembullit më të ri të Italisë, një ndër vendet më me peshë në Bashkimin Evropian, se ne kishim shumë të drejtë në zgjidhjet e dhëna, se arkitektura e re e sistemit është në standardet e kohës. Dhe se modeli ynë tashmë është një eksperiencë e mirë, jo veç për vende të ngjashme me ne, por edhe për vende shumë të përparuara me demokraci dhe shtret të së drejtës të konsoliduar si Italia fqinje. Ndaj e kam thënë dhe ritheksoj, arkitektura institucionale e sistemit e dizenjuar nga reforma në drejtësi është në përputhje me standardet më të mira europiane. Në bindjen time, probleme dhe sfidat që ka sot sistemi nuk lidhen drejt për së drejti me projektin kushtetues apo ligjet themelore të reformës, siç abuzohet rëndom me qëllim në këtë sallë, por me zbatimin praktik të tyre, te cilësia e menaxhimit dhe kultura institucionale brenda sistemit. Reforma është një kornizë kushtetuese, institucionale e sistemit, por suksesi i saj varet nga njerëzit që e zbatojnë, gjyqtarët, prokurorët, drejtuesit e institucioneve të reja dhe qeveria gjithashtu, po edhe nga ne vetë, më së pari, politika dhe legislativi, që asja jo ndaj institucioneve të pavarura duhet të evolojë. Disa vazhdojnë të ndërrojnë kthimin e drejtësisë së vjetër, që tashmë është një pjesë e së shkuarës. Disa të tjerë duan një drejtësi të përshtatur me interesat e momentit. Të dyja janë të gabuara. Drejtësia e re kërkon kohë, pjekuri institucionale dhe bashkëpunim ndërmjet pushteteve, mbi bazën e respektit të ndërsjellët dhe brenda kornizës kushtetuese. Themelet kushtetuese të reformës për ne mbeten të paprekshme. Reforma në drejtësi nuk ka kthim pas. Këtë e pojnë jo vetëm institucionet shqiptare, por dhe partnerët ndërkombëtar, Bashkimi Evropian para së gjithash dhe mbi të gjitha qytetarët shqiptar që duan drejtësi dhe barazi para ligjit. Sigurisht, çdo reformë e madhe kërkon vazhdimsi, reflektim dhe përmirësim. Pas më shumë se një dekade është koha për një analizë të thelluar të zbatimit saj në këto vite për të konsoliduar arritjet dhe përmirësuar mangësitë, gjithmonë në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian dhe kurrësi jo përmes arrimeve të shpejta ligjore. Sot, sfida kryesore mbetet ndryshimi i mentalitetit,
mënyra të menduarit dhe qasja e njerëzve që shërbejnë në sistem dhe institucioneve në raportin që kanë me atë sistem. Kjo është pjesa më e vështirë e reformës që kërkon kohë, durim, përgjegjshmëri, por dhe reflektim e angazhim serioz. Drejtësia nuk është monopol i askujt. Ajo është funksion thelbësor i shtetit, bazë e qeverisjes mirë dhe garanci e të drejtave të qytetarëve. Komisioni Evropian në vazhdimsi e ka thënë qartë, reforma në drejtësi është transformimi më i thellë institucional në Shqipëri dhe kushti kyç për përparimin e procesit të integrimit evropian. Ndaj është detyra jonë e përbashkët ta çojmë përpara reformën, ta mbrojmë nga deformimet e interesave politike të ditës dhe ta udhëheqim drejt konsolidimit të saj. Kjo është kërkesë e qytetarëve, interes i lartë publik dhe garanci e madhe për besimin e qytetarëve dhe veçarisht të rinjve tek shteti dhe ardhmja europiane e Shqipërisë. Faleminderit.